innahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Asesi nuk është zjarri i xhehenemit aq i vështirë sa është e rëndë për banorët e xhehenemit që nuk mund ta shohin bukurinë e Allahut Azza wa Jall. Ajo është dita e pikëllimit, por nuk do të ketë pikëllim më të madh e që robi të privohen nga shikimi në fytyrën e Allahut Azza wa Jall. Allahu thot në Kur'an: kella innahum an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Asesi nuk është zjarri i xhehenemit aq i vështirë sa është e rëndë për banorët e xhehenemit që nuk mund ta shohin bukurinë e Allahut Azza wa Jall. Allahu thot në ajetin tjetër: walau tara idh wuqifu ala rabbihim. E si kur ti shohish ata kur të qëndrojnë para Zotit të tyre, qala alaysa hadha bil haqq. Ai do të thota nuk është kjo realiteti dhe haku dhe e vërteta? Qalu bala wa rabbina. Ai njeriu i pikëlluar dhe i trishtuar do të thot bala wa rabbina, po Zoti im, kjo që ka vërteta dhe realiteti. Qala fadhuqu al-adhab bima kuntum takfurun. Atëherë Allahu do të thot shijoje dënimin me atë që ishe mendje madh dhe ishe përgënjeshtrues i argumenteve të Allahut dhe mendova se jeta ishte lojë dhe talje dhe fjalët e hoxhës i marrë si lojë dhe talje. Fadhuqu al-adhab bima kuntum takfurun. Shijojeni dënimin për atë që ju ishit mohues dhe përgënjeshtrues argumenteve të Allahut Azza wa Jall. Andaj kishte thënë dikush prej të parëve ton, dënimi dhe azabi më i madh i banorëve të xhehenemit është se ata nuk mund ta shohin Zotin e tyre Gjelle Gjelalu. O vallahi ju vëllezër, njeriu ndonjëherë ëndëron ta sheh filan njeriu me postë të madh nga kryetarit, nga mbretërit, nga artistët, nga futbollistët e të ngjashme si ajo. E në qoftë se ndodhen që ai njeri me peshë kaq të madhe kalon në sheshin e qytetit dhe ti nuk arrite që ta shohish atë, e ndjesh një lloj mbërzitie. Si ka mundësi që ai nga Amerika, nga Evropa, nga lindja dhe perëndimi erdhi dhe unë nuk e pash? E si do të jetë mbërzitia e njerëzve, krijuesin e tyre, furnizuesin e tyre, dhuruesin e tyre të madh. Ai që ma dha nanën nuk mund ta shoh atë. Ai që ma dha babën nuk mund ta shoh atë. Ai që ma dha shikimin nuk mund ta shoh atë. Ai që ma dha dëgjimin, ai që mi dha fëmijët, ai që ma dha bukurinë e syve të jetës nuk mund ta shoh atë. La ilaha illallah ya Rabbi. O Allah, mos na privon nga shikimi në fytyrën tënde, ya dhel jalali wal ikram.